Revista prestigjioze ndërkombëtare The Art Newspaper ka publikuar një artikull për praninë e kryeministrit shqiptar Edi Rama në panairin privat Art Basel të Zvicrës, duke i kujtuar shefit të qeverisë skandalin me ish-zëvendës kryeministren e tij Belinda Balluku. Media meseli në Londër dhe Washington thotë se Rama është një kryeministër artist dhe është paraqitur në panairin e Baselit me një skulptur bronzi. The Art Newspaper bën një biografi të shkurtër të jetës së tij artistike, e cila nis prej vitit 1990. Por në mënyrë të paprecedent, një revistë artistike i kushton vëmendje të veçantë pozicionit politik të kryeministrit shqiptar. Rama, i cili siguroi një mandat të katërt të paprecedent në maj 2025, pasi bëri fushat për ta sjellë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, është një artist i afirmuar, thuhet në artikullin e revistës ndërkombëtare. Por më tej në artikull thuhet se megjithatë, mandati i Ramës është zhytur në polemika. Në nëntorin e kaluar, Belinda Balluku, zëvendës kryeministre e Shqipërisë dhe një bashkëpunëtore e ngushtë e Ramës, u pezullua për shkak të një skandali korrupsioni, thekson The Art Newspaper në artikullin, i cili me shumë mundësi ja ka prishur qetësinë kreut të qeverisë shqiptare dhe prezanton atë për publikun në art të dashës si një politikan problematik. Rama ka qenë ditët e fundit në Basel të Zvicrës për të prezantuar një ndër veprat e tij abstrakte të punuara në bronz. Në një postim në rrjetet sociale të publikuar para ditën e kësaj të marte, kreu i qeverisë deklaroi se ai dhe familja e tij kanë udhëtuar me shpenzimet personale. Rama i akuzuar publikisht për lidhje të forta me korrupsionin dhe element të krimit të organizuar, theksoi se në 3 dekada në shërbim publik, shpenzimet personale i ka realizuar nga të ardhurat e tij dhe jo nga buxheti i shtetit.